Ja goca dhe cheesecake-u që kam bërë për djalin, për ditëlindje, nuk i bëra ndonjë dekorim të çuditshëm. Është thjesht një tortë shtëpie dhe unë jam shumë krenare që njerëzit që ishin dje në shtëpinë time u kënaqën. Më kanë bërë komplimenti pafund edhe unë u gëzova jashtë mase. Nuk ka rëndësi se ku e feston ditëlindjen, por disa mbase e festojnë në për restorane, për gjëra, por djali im për këtë vit preferoj këshuja. E donte ta bënte në shtëpi me griljata, me shokët e tia, edhe mbetën të kënaqur dhe ai mbeti i kënaqur se vjet e feston në restoran për 18 vjetorin. Edhe këtu unë po gri biskotat siç e shikoni për të bërë bazën të tepsia. I griva biskotat edhe i kam hedhur në një kup. Kam ngrirë dhe pak të tjera, në fakt se e donin bazën, këtu po e trazoj, të më falni kur ko i ndje se unë i kam hedhur gjalpin, por nuk e kisha bërë video, kisha marruar. Dhe ja këtu po hedh biskotat e tepsia për të bërë shtresën fundin e tepsisë. Siç e shikoni, gjalpi kam hedhur pak, nuk i kam hedhur shumë. Se nuk na pëlqen shumë gjalpi. Këtu po përgatis panën. Po hedh panën për ta rrahur. Edhe këtu ja me mikser rrafim panën. Unë i kam shtuar një Philadelphia e gjysmë. Ke pasysh një pako e gjysmë me Philadelphia, se djali nuk e donte me mascarpone, e donte me Philadelphia. Edhe e bëra sipas dëshirës tia dhe nuk e donte shumë të hollë. Cheesecake-un e donte goxha me krem. Ato spesoren e kremit nuk donte që dua që të ketë krem shumë, më thoshte mua panë dhe Philadelphia, dhe unë e plotësova dëshirën. Kurse vajze e madhe po, më tha mua, djalit me 2 ëmbëlsira, tha, jo një vetëm. Tashën dhe ti kur të bësh ditëlindje, tashën do të bëj mami 2, po ti tashën nuk e ftuar shoqet tashën në shtëpi. Se ishin 5 shok edhe djali 6, që kështu duhet të anin, Gjithsesi hengën dhe tiramisu dhe këteja, hengën nga 2 feta. Edhe ja si erdhi. Shiko si ka ardhur për bukurit Zotit, krem. Këtu i kam shtuar gjysmë latte kondensate, thon këtu në Shqip, s'po më kujtohet se si e quajnë, qumëshpanda, e gjeta. Mos më vini re se disa gjëra në Shqip i kam harruar, të them do. Emrat e ke parasysh të ushqimeve. Edhe ja akoma Eliana më thoshte mua të vek gishtin të lëpi qik edhe zgjaste dorë. Dhe unë i thash, jo, zua me qeshu se kisha frikë se mos kapte gishtin me atë me frustën. Tani vendosim panën me Philadelphia, të gjithë të tepsia. Si që shikoni shë si ka ardhur, për mrekulli. Edhi me gjithmonë fantastike. Panën e kisha pa sheqer, prandaj olla nga ajoja qumëshpanda. Ishte pa sheqer. Këtu e hapim e sistemojmë që t'jetë baza një e gjitha, ja si që shikoni. Dhe këtu po gri biskotat për bazën lartë që të bëj dekorimin. To biskotat me gjithmonë këtë tortën kur e bën, fëmijët e mi nuk e di unë. Por gjithsesi e pëlqejnë më tepër kështu të thjeshtë se sa me atë glasën e biskotave, ke pasur kremin e biskotave lartë, se vinë shumë e ëmbël dhe ata nuk e preferojnë. E thjeshtë, e mirë edhe shishme. Ciao!